Edicioni 82 i Turit të Shqipërisë do të nisë këtë të hënë në një maraton 5 ditore që do dhurojë spektakël e adrenalin për sportistët nga mbar Europa. 5 etapat nga 26 në 30 maj priten me plot rivalitet që do të regjistrojë një edicion që do të prek mbar Shqipërinë. Një event që organizohet nga Federata Shqiptare e Ciklizmit, drejtuar nga Skënder Anxhaku. Rrethi ciklistik i Shqipërisë, një prej garave më të vjetra në botë, do të përbëhet nga 15 skuadra dhe 96 sportistë, të cilët do të nisen të hënën nga Tirana për etapën e parë që do të jetë gjatë 151 kilometër e që do të vijojë drejt Rreshenit për të mbyllur në Shkodër. Policia e shtetit ka zbardhur planin e masave për mbarvajtjen e turit të 82 ciklistik. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti kërkohet mirëkuptimi dhe bashkëpunimi i qytetarëve për shmangjen e kalimit në rrugët ku do të zhvillohet. Sa i përket qarkut të Shkodrës dhe Veriut, të hënën e 26 majit, kur mbahet etapa e parë, do të bllokohen rrugët Thuman Milot nga ora 12:30 deri në orën 13:10. Rruga Milot Lezhë nga ora 14 deri në orën 14:30, rruga Lezhë Shkodër nga ora 14:45 deri në orën 15:30 dhe nga sheshi Balshaj në rrugën Zogu i Parë deri në Parruc në Shkodër nga ora 15:10 deri në orën 15:45. Ndërkohë për etapën e dytë të martën e 27 majit, rruga Zogu i Parë Parruc deri në dalje të Shkodrës do të bllokohet nga ora 11:40 deri në orën 12:15, rruga Shkodër Balldre nga ora 12 deri në orën 12:45 dhe rruga Balldre Thuman nga ora 12:15 deri në orën 13:30.